Komuna e Vrapçishtit është përballur sot me një situatë të paprecedent. Dyert e objektit të komunës sot kanë qenë të mbyllura pasi administrata nuk ka shkuar në punë për shkak se kryetarit të deri tani Shomisen Shabanit dje i ka mbaruar mandatin, ndërsa qeveria ende nuk ka caktuar të besueshmin që do ta kryejë këtë detyrë. Shabani tha se veprimi i administratorëve është vullnetar dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë vendim. Ai tha se situata do të vazhdojë të jetë e tillë derisa të caktohet personi që do ta kryejë detyrën e kryetarit të komunës. Mua dje me datën 9 nëntor kam mbaruar mandati, sot jemi në datën 10. Dhe këtë do të besni qeverin apo do të dërguarit të besueshmin e qeverisë. Kja nga sot do të ishte më dhe tjerë. Dhe sigurisht përgjithësia është e tjerë. E qeverisë do të besueshmin të qeverisë pse dera është mbyllur. Mandati im tjerë mbaruar, sot unë jam qytetari i tij. Shabani pret që të përsëriten zgjedhjet siç i parasheh ligji në kodin zgjedhor, ndërkaq ka akuzuar KSZ-n për standarde të dyfishta ndaj komunës së Vrapçishtit, sepse edhe pse rezultatet përfundimtare për këtë komunë u shpallën që në rrethin e parë. Në qoftë se u desh të pritet, duheshim të presin edhe komuna të tjera ku kandidatët për kryetar komunash kanë mbaruar në mandatin e parë dhe janë shërtifikuar dhe vazhdojnë detyrën si kryetar komunash dhe këshilli komunal. Në 29 tetor kemi ne domethënë rezultate finale për komunën tonë. Ja që domethënë ata tash prolongojnë, presin të shohim sot do të ketë sipas tyre, ku një është standard i dyfisht dhe pjesa tjetër kryeministri tha që unë do të dërgoj të besueshmin tim, ashtu siç e parasheh ligji domethënë në nenin 134 nga kodi zgjedhor, ku është jashtë ligjore. Komuna e Vrapçishtit së bashku me komunat Gostivar, Qendër, Zhub dhe Mavrov Rostush nuk arritën censusin e daljes në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale dhe do të kenë përsëritje të zgjedhjeve. Sipas procedurave ligjore, pasi të përmbyllet procesi zgjedhor, KSZ-ja njofton qeverinë, pastaj qeveria ka afat prej 15 ditësh të veprojë dhe të njoftojë KSZ-n dhe kuvendin, që kuvendi brenda 60 ditësh të shpallë zgjedhjen në ato komuna që nuk u arrit censusi.